Të paktën 555 persona janë vrarë në të gjithë Iranin në sulmet ajrore amerikane dhe izraelite që filluan 2 ditë më parë, bëri të ditur gjysmëhëna e kuqe iraniane. Pas sulmeve terroriste zioniste amerikane të kryera në rajone të ndryshme të vendit tonë, 131 qytete janë prekur deri më sot dhe për fat të keq, 555 nga bashkëdhetarët tanë janë vrarë, njoftoi gjysmëhëna e kuqe iraniane në një postim në Telegram. Ndërkohë, kryetari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, tha se Teherani nuk do të negociojë me Washingtonin. Ai bëri komente disa orë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u zotua se do të vazhdojë të ndëshkojë terroristët me forcën e plotë të ushtrisë amerikane. Në një postim në rrjetin social X, Larijani shkroi: "Ne nuk do të negociojmë me Shtetet e Bashkuara. Sot kombi iranian po mbron veten", theksoi ai. Ndërkohë, një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kuvajtit njoftoi se disa avion ushtarak amerikan udhëzuan mëngjesin e së hënës në territorin e këtij vendi, por se pilotët dhe ekuipazhet shpëtuan. Autoritetet nisën menjëherë operacionet e kërkim shpëtimit, ndërsa ekuipazhet u evakuan dhe u dërguan në spital për kontrolle shëndetësore dhe trajtim të nevojshëm. Zëdhënësi shtoi se ka pasur koordinim të drejtpërdrejtë me forcat amerikane për detajet e incidentit dhe se janë marrë disa masa të përbashkëta teknike. Sipas tij, autoritetet po vazhdojnë të hetojnë për të përcaktuar shkakun e rrëzimit.